Përshëndetje miq, sot kemi nderin e madh na ka ardhur Atë Giovanni me Arseni nga Kalabria. Tashti çasni robi për Zotin po ortodoks në Kalabri. Po. Çfarë pas kemi qenë? Arbresh ortodoks. Arbresh janë katolik. Ortodoks. Jo. Po pse ka pas ortodoks kur është bëu eksodi i parë i Skënderbeu? Po. Ka pas. Vend Skënderbeu ishte ortodoks, unë lut. Po. Unë kam qenë katolik më gjergj më. Jo më la ortodoks ka qenë, mas ne u bë musliman. Jo, ne Dugagjinit ose lutem, ne Dugagjinit e dim për katolik. Ti nga Tropoja e di për urdhë? Ka qenë ortodoks ju, sajtë Tashti ka mundësi të lutem se mu kanë ardhur ta njerëz në Rum, nuk duam debat me syçin kur je bën gjithmonë debat. Tashti ky burri në Rum që ka ardhur ortodoks nga Kalabria, u të lutem atë na kapi kong se më kanë thonë që edhe këngëtari fort, ne unë dhe syçi do të shoqërojmë. Morenën, moje bukura Morenën. Moje Ju knoft shpirti që e keni rujt këtë tradit me zemër, me shpirt, me art, me emocion 600 vjet. Bravo i qoftë. Ne për Zotin, kupto, as 30 vjet nuk ja rujtëm komunizmin. Faleminderit për vizitën, shumë faleminderit për vizitën, edhe të lutem thuaj fjalë për miqtë e mi. Te moti që ish një herë, kur u e ti oj madhe dushim shumë mere. O lule lule, o lule lule, o lule lule ma qamate. Se un partito da mare. Po nga jeni origjinën tuaj në Shqipëri? Nga jeni? Nga jemi Me origjinë? nuk e demi fare ka e Nuk e dimi fare këto kanë lindur atje. Prin ton kush e di ku e. Po ju? Nuk na e thanë ndonjëherë. Ka Peloponeso, ka Po, Peloponeso. Thon poshtë, po. Nuk e demi. Mirë se kemi gjuhin, e kemi besin. Po këta shqiptarët e rimër, a i keni pamër në për Europë ka 20 vjet, edhe fëmijët nuk i mësojnë Shqip. A i keni pamër, shikoj këta 500 vjet. Edhe jonë edhe patriotë, shesin edhe menë, rinë duke na gjyku. Ju rujti modhi zot. Bravo. Atje për gjuhën, fista e disit Na flasmi ka shtëpia edhe ku dalmi ka shtëpia arbrisht. Arbrisht. Për këta që përmendi Luca që nuk i mësoj fëmijëve Shqip, shkruan një poezi. Atë Gjergjfista, e dini kush është? Po. Shkruan: Mallku qoft një ai birë shqiptari që këtë gjuhë e perenis, trashëgim në lej pari, trashëgim fjallën ai fëmis. Ma i thot edhe një tjetër. Edhe ati ju thaf po goja, që përbus këtë gjuhinore, e në gjutë hu e flet kur s'është nevoja, edhe të veten len mazdore. A i thot edhe një tjetër shumë besot. I kudimri erdhi vera dhe bilbili më skëndo. Dan. Erdhi vera. Tashti kam edhe pyetje. Sirim, si të Kam edhe pyetje tjetër. Se ne kemi meraki çik kështu ne këto punë të mafjas. Tashti mafja më e fortë aty është në Kalabri. A ka një shik gjak shqiptare aty të mafja? Shqiptarë në Kalabri të mortë. Ma thuj atë, pashtë, afroj se e kemi sekret këtë punë. Kom halin, kjo mafja e Kalabrisë, është bo me egra, me e fortë. A ka një shik gjak shqiptare? Unë nuk e di, nuk i pe asnjëherë. Por a vinë aty, qëlasin aty që shqiptarë? Ja, për nuk mund të gazoj kjo. Rajon mafja nuk ekziston. Dhe atë Bresht. Ja. No. Jemi. ka gjuhë
Ore, mafja është rregull, mafja është rregull. Jo. Nuk është rregull? Jo, e kush e tha? Kush e tha? Ju si e thoni ju zotë për shembull. Se për shembull ne shajmë njëri tjetrin në Shqipëri, ky mafios, ky tillë, ky tillë. Jo, na nuk i thomi gjë. Na predikomi vetë tin Zot, Krishtin, es me gjë. Po unë për shembull, që më thot gjithë dyja mafios, ju dukem si mafios? Jo. Hajde.